Është një ditë e zakonshme këtu në qytetin e Pejës, por si sot një vit më parë, mbar opinioni kosovar do të rënditej nga një ngjarje që kishte ndodhur pikërisht këtu te ky blok banesor. Nuk u desh shumë që zyrtarët e policisë së Kosovës ju përgjigjeshin thirrjeve për të shtënë armësh, jo shumë metra larg bazës së tyre. Megjithatë, me ardhjen këtu, ata filluan të vendosnin shiritët për të kufizuar një zonë që në vetvete do të ishte hyrja drejt një skene krimi. Mëngjesin e së martës së 16 prillit të vitit 2024, Gjulieta Okella nisi si zakonisht, me kafën e mëngjesit, por bashkëshorti që e shoqëronte, atë ditë vendosi t'ia merrte jetën. Nga banesa më nuk doli e gjallë, pasi Edmond Lajqi qelloi në formë tinzare, me armë zjarri nga mbrapa kokës. Taksi Durasin po e priste poshtë për ta dërguar në stacionin e policisë, ndonse atë nuk e kishte larg. Çifti kishte 3 fëmijë, e të voglin, Lajqi i kishte kursyer nga pamjet makabre, por jo edhe 2 vajzat. Familja Okella jeton në anën tjetër të qytetit. Ditën zakonisht e nisin herët, por në ditën e krimit thonë se diçka po i mbante largëzimit. E parandjenjes së shpat Okellës ju dëgjua zëri. Ndoket si më marr dje. A ditë nuk e haroj kur, datën 16 prill, ora 7:45, më ka thirrë prej policisë edhe më kanë thonë shpat qysh je, a je qumë? Edhe unë i thash po, urna. Tha jam prej policisë të Kosovës, tha duhesh më arë në banesë se Gjulieta është vra prej bashkëshortit të saj. Edhe në për një moment kesh ullum edhe i thash nëse e gabim diçka, thash se nuk ka shansa me ndodh. Se një 30 sekonda asaj nuk foli në telefon hiç. Unë po më dëgjon që apo foli edhe jeti dyqysh. Edhe dikur më tha, po vjen keshta, po unë jam para trupit sajna. Tha nëse ka mundësi më ardhë. Edhe pastaj u bënëm gati shkum, aty kur shkum, ajo vishish kry. Nuk dishim as çka me folë dhe çka me mendu. Tullin aty prej prokurorët edhe policia dhe po na japin lajme, po na ngushëllojnë. Po na nuk dishim as çka po na ngushëllojnë kur s'dishim çka ka ndodhur. Me dorëzimin e organet e sigurisë, Lajqi fajsinë e pranoi haptazi, kur zuri karrikën e të dyshuarit kryesor në gjykatën themelore të Pejës, në dhjetor të atij viti. Dhe pranoi fajsinë për vepër penale mbrojtësore. Por epilogun kjo çështje morri 3 ditë më vonë. E Lajqi nuk ishte prezent për ta dëgjuar dënimin me burgim të përjetshëm. Por seancën nuk e humbën familja Okella. E mbaj mend një deklaratë tuajën, të them para objektit të gjykatës së Pejës, shprehnit besim të plot në sistemin e drejtësisë. Sot po ju pyes, a besoni në këtë vendim, a ju fali ngushëllim sadopak? Jam shpreh shumë i kënaqur me vendimin e gjykatës. Neve si familje na ka lehtësu sadopak dhimbjen që e kena pas për motrën tonë. Unë kam shumë besim edhe kam shpreh shumë besim në gjykatat e Kosovës, sidomos në sistemin e drejtësisë atë ditë kur u mor. Unë besoj shumë që edhe gjykata e apelit, çdo vendim që merret në gjykata të tjera të jetë i njëjti vendim, që mos t'i ulet vendimi asnjëherë jo veç në rast motrësimi, po në asnjë rast tjetër. Megjithatë, Lajqi vetë se ishte i familiarizuar me gjykatorin e Pejës, në vitin 2021 ai kishte aktakuz nga prokuroria themelore në Pejë për veprën penale dhunë në familje. Aktakuza e ngritur ndaj tij atë vet kishte përfunduar me dënim nga gjykata themelore në Pejë, por me gjobë prej 100 eurosh dhe me burgim prej 3 muajsh. Pas ankesës së tij, dënimi u zëvendësua me një gjobë prej 300 eurosh, që në total ai kishte paguar 400 euro. Edhe dënimin e tij na ka paguar Gjulieta. Domethënë, na një herë e motrën nuk e kena ditë as
çka ka ndodhur. Tash kam fillu fjalët edhe vajza mi fol, vajza Gjulietës Paulina, e po na tregon shumë herë se presion psiqik, fjalë të më të ndryshme, po Gjulietën ti nuk i mujt asnjëherë me vrejt që ajo ka një problem atë vogël. Në çdo moment, dhe më thonë, si vllazën, si familje, si krejt, jo veç Gjulietës, po gjithë secilës motër, ishim mundu me jep ato mundësi tona që mi ndihmu që ka do që kish pas nevojë. Po të Gjulieta u ka një problem që ajo shumë e ka desh burrin e vet. Shtyr se ajo ka desh burrin e vet mi ndihmu. Se burri vet nuk e ka pas realisht asnjë të ardhur për këtë kohë. U mundu me shtim punë. Nuk ka desh në punu. U mundu gjithçysh me bo. Edhe përgjigja e tina ka qenë që unë nuk punoj për kërkon. E kam të rëndësishme të pyes, se ishin një përpjekjet institucionale për të parandaluar rastet të kësaj natyre? Unë mendoj që nëse dënimet janë si në gjykatë themelore dhe vazhdojnë të jenë edhe në gjykatë të apelit, supreme dhe çdo gjykatë tjetër të Kosovës, të jenë të një zëri. Nëse dënohet në gjykatën themelore të PE-s në rast në burgim përjetshëm, mos t'i ulet dënimi në apel ose në suprem, ose mos të kthejnë rigjykime, po të përfundojnë seancat në mënyrën e duhur, që ka me pas shumë pak raste. Pse mendoj që ka me pas shumë pak raste se e din që nuk ka me pas shpëtim për ta përveç burgit përjetshëm. Pjesa këtë akuzës ngritur për lajqin, të cilin e ka siguruar televizioni, është edhe raporti i ekzaminimit psikologjik. Ai tregon se lajqi ishte diagnostifikuar me çrregullim personaliteti. Krahas kësaj, i njëjti kishte qenë edhe përdorues i substancave narkotike dhe histori disa vjeçare në lojrat e fatit. Prezent ndër të parët në vendin e ngjarjes, aso kohë kishin qenë edhe zyrtar të prokurorisë themelore të PE-s, e që rastin e cilësojnë ndër më të rëndit që kjo prokurori ka trajtuar ndër vite. Ishim duke mbajtur mbledhjen e mëngjesit së bashku me ish-kryeprokurorin, prokurorin kujdestar dhe unë si zëdhënës, dhe kemi planuar informatën nga policia e Kosovës që jo larg prokurisë dhe policisë ka ndodhur një vrasje. Më njerë kemi dalë vend ngjarjes, ka shkuar ish-kryeprokurori, prokurori i krimeve të rënda dhe bashkë me ta dhunë, ku në vend ngjarjes kemi parë policinë e Kosovës, ku brenda një banese dyshon që ka ndodhur një vrasje, ku për fat të keq e njëjta ka qenë ngruar. Mënyra që është shkruar kjo vrasje ka qenë shumë e rëndë për rrethana të caktuara që duhet i kursejnë dhe familjarët. Mirë, po është cilësuar si vrasje makabre. Viktima ka qenë duke pirë kafe në mëngjesit dhe është privuar nga jeta me një plumë në kokë nga bashkëshorti i saj. Skena që ka qenë brenda vendit ku shkruar kjo vrasje ka qenë të mëshme. E thirrja prokurorisë vazhdon sot e kësaj dite. Brenda sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës është një kryeprokurore e cila për fat udhëheq prokurinë themelore në PE. Zëvendës kryeprokuroria është grua dhe që të dyjat e din rëndësinë se si duhet trajtohet një grua. Dera e prokurisë themelore në PE është e hapur 24 orë për secilën viktimë, e cila mund të jetë cak i dhunës në familje. Edhe pse dënimi përjetshëm ndaj Edmond Lajqit u pasi një akt drejtësie nga familja e viktimës, vendimi përfundimtar ende mbetet në dorën e gjykatës së apelit. Në duart e apelit është jo vetëm fati një vendimi gjyqësor, por edhe besimi një familjeje që ka vetëm një kërkesë, që jeta e një gruaje të mos peshojë më pak se kaq.